Përshëllim të gjyqtarit holandez që siç dihet është ka përshëlluar në Karicë sfida, është Kevin Blom, holandezi që konsiderohet një nga gjyqtarët më të mirë të momentit. Djatkoja, Davko. Mirë krosimi i tij. Në hapësinë e Çanit, nuk e brin ai. Kapuci Salihi, goditja qendrore. Hamdi Salih, minuta 3, nuk është shumë përfunduar ende. Kërcënimi para shqiptarëve, shikoni. Çani ka prekur, Salih kontrollon roveshata. Qendrore është e djata. Për nuk bëron burgo mjaft mirë. Çojm Salih nga djata Lila, kërcisht e mirë mund të koksoj. Vjen me krosimi Lilas. Çani Basha, goditja! Yes! Nuk e di se si, por topi nuk është në rrjet. Shikoni çfarë rasti. Shako nuk vjen. Bukur ka kontrolluar, qetësisht goditja. Shumë e vështirë për të ardhur herë tjetër ky rast. Është moment që do të godit kundërshtarin. Do dalje Abdelau qendër. Do goditë topi të vijuar. Nuk mundej Mema, nuk mund të dalë në rrjet i top, i devijuar rastisht. Me vërtet rastisht. Nuk mund të shkojmë nga fati këto. Mendoj që po janë gabimet që i thamë edhe përpara tek Messi kursit këtë ndërhyrjet. Në skema, goditja Salih! Shpata në fes shqiptare! 1-0! Super gol! E mrekulluar me skema! Fantastik Salih! Çfarë goli miq! Ky është ideali që thash, që ka bërë 3000 kilometra për ta këtu. Shikojmë miq. Qartë dhe shumë saj. E mrekullueshme. Kombinacion perfekt. Lila ka fituar hapësirën. Vjen krosimi i tij. Në hapësinë e Çanit dhe stopi. E ka ulur Çani. Çojm Salih. E majtë goditje jashtë. Me shikoni këtu. Çfarë pritje? Edrit Berisha. Është ai shpëtimtari i tani. Abdelau e kish shansin që barazon dhe gjithçka, shikojeni. E vjen topi në hapësinë e portarit. Shikojeni për sigull. Duhet të insistoj. Sigull dështari, Salihi. Roshi. Ja hapësirën. Rish Roshi topi çantar. Vetëm për askush. Suri. Basha. Mirë në hapësirën e portarit. Ka baruar këtu! Noso! Fitoj shqiptarët! Noso! Triumfojnë ne! E meritonin dhe e morëm! Kjo fitore historike me një super gol të Hamdi Salih! Shmandë në fest shqiptarët! Shikojeni miq!